Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Betohem në ata engjëj që i marrin shpirtërat ashpër jo besimtarëve. Allahu i lartësuar betohet në melekët e tij dhe në detyrat me të cilat i ka ngarkuar ata. Në zbatimin e këtyre detyrave, ata tregojnë bindje dhe nënshtrim të plot. Ata janë zbatues të nështruar të urdhave të Zotit. Janë dy shpjegimet e mundshme të arsyes pse Allahu i lartësuar bën gjithë këto betime. 1. Allahu i lartësuar i bën këto betime për të përforcuar vërtetësinë e ditës së gjykimit. Ky është një shpjegim i pranueshëm, sepse menjëherë pas betimeve bëhen disa përshkrime të ditës së gjykimit. Allahu i lartësuar është betuar në melekët, pikërisht për të treguar rëndësinë e melekëve dhe rëndësinë e besimit për melekët, besim i cili konsiderohet si njëri nga 6 shtyllat e imanit. Por duke përmendur veprat e tyre, mund të kuptojmë se betimet janë bërë edhe për të vërtetuar faktin e shpërblimit të krijesave në momentin kur merret shpirti dhe më pas në ditën e gjykimit. Kështu, Allahu i lartësuar thotë betohen për ata. Melek që me forcë rrëmbejnë shpirtat. E keq përsre. Naziati janë melekët që e shkulin shpirtin me forcë. Këta melek zhytën brenda trupit derisa e nxjerrin shpirtin jashtë për ta shpërblyer sipas veprave që ka kryer, dhe në ata që i marrin butësisht besimtarëve. Dhe për ata që marrin shpirtrat e besimtarëve me shkallësi, edhe këtu bëhet fjalë për melekët dhe pikërisht për ata melek që tërheqin shpirtrat me forcë dhe shkallësi. Megjithatë, sipas një shpjegimi tjetër, naziat janë melekët që tërheqin dhe nxjerrin shpirtrat e besimtarëve, ndërsa nesha janë melekët që nxjerrin me forcë dhe dhimbje shpirtrat e qafirëve, dhe në ata engjëj që notojnë në hapësirën e mes tokës së qiellit. Dhe për ata, melekë që me shpejtësi notojnë mes qiellit dhe tokës, edhe këtu, sabijat notuesit janë melekët të përshkruar si krijesa që ngjiten dhe zbrisin vazhdimisht në hapësira qiellore, si dhe në ata engjëj që garojnë për kryerjen e urdhërave. Dhe për ata, melekë që nxitojnë të përmbushin urdhërat e Zotit. Allahu i lartësuar betohet përsëri në melekët, që tashmë i përshkruan me një cilësi tjetër. Ai quan ata sabikat nxitues, garues e parakalues. Ata nxitojnë dhe arrin para shejtanëve që të marrin shpalljen e Allahut dhe ta përcjellin atë profeti, pa u lejuar shejtanëve që të mund të marrin vjedhurazi ndonjë gjë prej shpalljes, dhe betohen në ata engjëj që i rregullojnë ato që nuk janë të rregulluara. Betohem edhe për ata, melekët që çdo çështje i rregullojnë. Allahu i lartësuar ka quajtur el-Mudebirat melekët e ngarkuar me çështjet dhe veprat e kësaj dynjaje. Ata janë të ngarkuar me detyra të shumta, si me formimin dhe zbritjen e shiut për kujdesjen për bimësinë, pemët, erërat, detet, oqeanet, embrionet në barkun e nënave, kafshët e tij. Por edhe ata që përkujdesen për xhenetin, për zjarrin e tij, në ditën kur toka do të dridhet nga tërmeti. Ditën kur do të ndodhë tronditja e madhe, pas e cilës një tjetër do të vijë. Këtu bëhet fjalë për tronditjet e një pasnjëshme dhe shkatëruese të kiametit. Ato do të jenë tronditjet e mëdha dhe të tmeshme, të cilit pason tjetri. U tefsiru surën Naziat, ajet 6. Atë ditë zemrat do të jenë të tronditura. Atë ditë zemrat do të jenë të tmëruara, zemrat do të jenë shumë të frikësuara dhe të tronditura nga gjithçka që do dëgjojnë dhe shohin atë ditë, e shikimet e tyre të përulura. Dhe shikimet do të jenë të frikësuara. Vështrimet atë ditë do të jenë të përulura nga tmeri. Edhe zemrat do të mbushen vetëm me frikë, duke mos lënë vend për asgjë tjetër. Shpirtrat do të jenë të trembura si asnjëherë tjetër. Të gjithë do të jenë të frikësuar, të trishtuar dhe të raskapitur. Por megjithëse njerëzimin e pret një ditë e tillë, mohuesit e këtij takimi të madh me Zotin e gjithësisë thonë. Ata jo besimtarët thonë, me të vërtetë do të kthehemi ne në jetë në gjendjen e mëparshme. Ata mohuesit thonë, thua, do të bëhemi përsëri kështu si jemi, edhe pasi të jemi bërë eshtra e kalbura. Për çuditëse se ata, me mosbesim dhe habi, thonë, vallë, pasi të jemi tretur në tokë dhe të jemi kthyer në dhe, ne do të ringjallemi sërish. Për çuditëse se jo, kjo është e pamundur. A thua edhe kur të bëhemi eshtra të kalbur? U tefsiru surën Naziat, ajet 10. E thonë, atëherë të kthyerit do të jemi të humbur. Ata mohuesit thonë, atëherë, ai kthim do të jetë dëshpërues për ne. Ata nuk e besojnë që Allahu i lartësuar ka për t'i ringjallur dhe rikrijuar sikurse janë tani. Kjo tregon ignorancën e madhe dhe patërpsinë e tyre kundrejt madhështisë të plotpushteshmit. Por Allahu i lartësuar, për t'u qartësuar sa më thjesht fuqinë e tij absolute për t'i ringjallur krijesat, thotë: "E do të jetë ajo ringjallja vetëm një thirrje. Ajo do të jetë një britme e vetme dhe ja, ata do t'i ja bëjnë mbi sipërfaqen e tokës. Ajo është dita kur, sapo të fryhet suri, të gjitha krijesat do të dalin në faqen e tokës.
Të gjithë do të ngrihen dhe do qëndrojnë duke veshtruar. Allahu i lartësuar do t'i grumbullojë dhe gjykojë me drejtësinë dhe bamirësinë e tij. Gjykimi i tij është i drejtë dhe çdo kush do të marrë atë që meriton. Dhe ja ata për një herë të gjallë në tokë. U tefsiru sure en Naziat, ajet 13. Atë ka ardhur ty o Muhammed lajmi për Musajin. Allahu i lartësuar i drejtohet profetit e tij të dashur dhe të zgjedhur, Muhammedit asë. Ata kanë përfyer historinë e Musait, kur Zoti i tij e thiri në luginën e bekuar Tuva. Nga kjo pyetje kuptojmë se një ngjarje e madhe ka ndodhur në të shkuarën, nga e cila duhet të nxjerrim mësime. Ajo është ngjarja e Musait, kur Allahu i lartësuar e thiri atë që prej luginës Tuva. Ky është vendi ku Allahu i lartësuar i foli Musait dhe ku e zgjodhi atë për profetësinë për të kryer misionin e Zotit të tij. Në luginën Tuva, Musa asë mori urdhrat nga Allahu i lartësuar, kur Zoti i tij e ka thirrë atë në luginën e shenjtë të Tuvas. U tefsiru sure en Naziat, ajet 15. Shko te faraoni, saj, me të vërtet, është tërbuar. Ai i tha shko te faraoni, se vërtet ai e ka tepruar. Allahu i lartësuar e dërgoi Musain asë me një mision të lartë te faraoni, i cili kishte kaluar kufit me arrogancë dhe padrejtësi. Ai e uroi Musain që ta këshillonte faraonin për të hequr dorë nga padrejtësitë dhe tirania, por duke e bërë këtë këshill me fjalë të buta dhe të urta. Madje e mësoi atë konkretisht se çfarë t'i thoshte faraonit. Dhe thuaj faraonit, a don ti të pastrohesh nga të keqijat? E thuaj atij, a do të pastrohesh? Me një stil shumë të butë dhe dashamirës, ai do ta ftonte faraonin te diçka shumë e mirë. Kuptimi është ky, a nuk është mirë, o faraon, që të bësh një veprim të lartë, të cilën e synojnë dhe e lakojnë të mequrit. Piçudica, nuk është mirë që ta pastrosh veten nga ndyrësia e kufrit dhe padrejtësisë. Piçudica, nuk është mirë që të përqafosh imanin e pastër dhe të drejtë, si dhe veprat e mira të sinqerta për të përpushtetshmin bujar. Piçudice, dhe të udhëzoj te Zoti yt që ti druhesh për të mos bërë të keqia. Unë do të udhëzoj për te Zoti yt që ti ja kesh frikën. Unë të rrefej rrugën që të çon drejt Zotit, rrugën e pastrimit të shpirtit dhe të adhurimit të Zotit. Unë të tregoj se çfarë e kënaq dhe çfarë e zemëron Zotin e plotpështetshëm. Unë të ndihmoj që ti të gjesh rrugën e drejtë dhe ta kuptosh atë. Nëse e kupton të vërtetën dhe punon me sinqeritet për të kënaqur Krijuesin, në zemrën tënde do të lindë ndjenja mrekullueshme e frikë respektit ndaj tij. Çdo kush e njeh mirë rrugën e drejtë, pajiset me frikë respekt për të madhruarin dhe qëndron brenda kufive të tij. Megjithatë, edhe pse u ftua me stil të butë dhe dashamirës, faraoni refuzoi të përgjigjet ftesës. Atëherë, Musa asë i shfaqi atij disa shenja të mëdha dhe ia tregoi Musai faraonit mrekullimet e mëdha. Ai i tregoi mrekullimet e mëdha, por ai e përgënjeshtroi dhe nuk u bind. Allahu i lartësuar e ndihmoi Musain asë me shumë mrekulli, siç ishte shkopi që u kthye në gjapër, i cili gëltiti të gjithë litarët e magjisë arove që dukeshin si gjapëri. Shenjë tjetër ishte dora e Musait a.s. e cila, kur ai e fuste në gjoksin e tij, ajo dite e bardhë dhe e ndryshme. Por, me gjithë këto shenja, faraoni mohoi dhe konsideroi të vërtetën e Allahut të lartësuar si gënjeshtër. Ai refuzoi të bindej urdhave të Zotit të përcjella nga profeti Musa. Madje, padrejtësia dhe arroganca e tij nuk ndaloi këtu, por ai e mohoi dhe e kundërshtoi. U tefsiru surën Naziat, ajet 20. Pastaj u kthye. Pastaj ktheu shpinën dhe u largua. Ai u spraps nga e vërteta dhe e luftoi maksimalisht atë. Ai, me shpejtësi, mori çdo mas që të pengonte përhapjen e të vërtetës. U përpoq dhe i tuboi njerëzit e thiri. Bëri një tubim të madh dhe mbajti një fjalëm. Faraoni grumbulloi ushtrit dhe shërbetorët e tij dhe mbajti një fjalëm shumë të poshtër që tregonte për arrogancën e tij të pakufishme. Unë jam Zoti juaj suprem më i lartë. Dhe tha, unë jam Zoti juaj më i lartë. Kjo që e vërtet një mendimallsi e patukshme, që meriton të ndëshkimin, madje një ndëshkim që në këtë jetë, para atij të përjetshmit në ahiret. Dhe, Perëndia, ja ekspozoi atij dënimin e kësaj bote dhe të botës tjetër. Atëherë, Allahu ndëshkoi atë rënd për këtë të fundit dhe për atë të parë. Allahu i lartësuar ndëshkoi atë dhëmshëm, duke e bërë mësim dhe provë për të besuar vërtetësinë e ndëshkimit në këtë jetë dhe në tjetrën. Megjithatë, jo çdo kush merr mësim nga këto shenja dhe argumente. Ata që përfitojnë prej tyre janë vetëm një kategori e caktuar e njerëzish. Kjo është këshill për ata që i druajnë Perëndisë. Ky ndëshkim është mësim për ata që friksohen. Ata të cilët i friksohen dhe madhrojnë Allahun me dije të plot për madhështinë e tij. Pra, vetëm ata përfitojnë dhe marrin mësime nga shenjat e Allahut të madhruar. Kur ata mësojnë për ndëshkimin e faraonit dhe të pasuesve të tij të verbër,
ata e kuptojnë qartë se çdo kush që treguohet me ndjemal dhe kryenesh ndaj urresave të mallruarit të lartësuar dhe të plotpushteshëm, do të ndëshkohet në dynja dhe në ahiret. Ndërsa ata që janë bosh në zemër dhe nuk e njohin madhështinë e Allahut, ata nuk kanë frikë respekt për të, prandaj atyre nuk u bën dobi asnjë lloj shenje dhe argumenti, sado i madh qoftë. Çka është më vështirë, krijimi juaj apo i qiellit? Ai e ka ndërtuar qiellin. Allahu i lartësuar u drejtohet atyre që nuk e besojnë ringjalljen e njerëzve me një argument shumë thjeshtë e kuptueshëm: a është më i rëndë krijimi juaj apo ai i qiellit? Ai e ndërtoi atë. O njerëz, vallë, a mos jeni ju krijesa më madhështore apo qielli i lartë? Pikëshuditësa ai që e ngritit qiellin dhe i vendosi ato egullsi të përkryer, është Allahu i gjithëposhtetshëm dhe i gjithditur. Lart e ka ngritur kupën e tij dhe e ka përsosur. E ngriti kupën e tij dhe e përsosi. Natën ja erësoi e ditën ja ndriçoi. Allahu e ngriti kupën e qiellit dhe e zbukuroi pamjen e tij. Ai i dha atë madhështi dhe rregullsi që hapi çdo të mençur dhe të urtë. Natën e bëri të errët, ndërsa ditën e bëri të shkëlqej me diell, duke u mundsuar krijesave çdo gjë të dobishme për dynjan dhe ahiretin e tyre. Dhe netët e tij i ka bërë të errta, kurse ditët të ndryshme. U tefsiru sure en Naziat, ajeti 28. E pastaj e rafshoi shtrirë tokën. E pastaj tokën e sheshoi. Nxori prej saj ujin dhe kullotat e saj, kurse malet ia përforcoi. Pasi krijoi qiellin, Allahu i lartësuar sheshoi tokën dhe vendosi në të çdo gjë të dobishme dhe të nevojshme për jetën e krijesave, si për shembull ujin, kullotat e tij. Malet i bëri si shtylla përforcuese që e mbajnë tokën të qëndrueshme. Nga këto ajete mësohet se shtrimi dhe kompletimi i tokës është bërë pas krijimit të qiejve, ndërsa krijimi i tokës është bërë para krijimit të qiejve, sikurse thotë i lartësuari në surën Fussilet 9:12, tuaju, a ju jeni ata që nuk i besoni atij, që e krijoi tokën për 2 ditë dhe i shoqëroni atij shok. Pikëshuditësa ai është Zoti i botëve. Është ai që vuri në tokë male të fuqishme, e bekoi atë tokën me të mira dhe brenda 4 ditëve përcaktoi të gjitha kushtet për të jetuar në të. Ky është shpjegimi për ata që pyesin. Me pas, ai u drejtua qiellit, i cili ishte si tym dhe i tha atij dhe tokës, binduni udhëtim me hija me pahir. Të dy qielli dhe toka thanë, po, i bindemi me dëshirë. Ai krijoi shtatë që i brenda 2 ditëve, duke i caktuar se cilit qiell detyrën dhe urdhrin e tij. Dhe ne e zbukuruam qiellin me të afërt me drita dhe e bëm të mbrojtur. I tillë është krijimi e përcaktimit të plotëfuqishmit të gjithditur. Kështu, fillimisht, Allahu i lartësuar krijoi tokën për 2 ditë, pastaj krijoi qiell për 2 ditë tjera, dhe pas krijimit të qiellit, ai e shtroi tokën dhe vendosi në të gjithçka të nevojshme dhe të dobishme për jetën. Dhe nga ajo toka i nxori ujërat e kullosat. U tefsiru sure en Naziat, ajet 30. Dhe malet i bëri të palevishme i forcoi. U tefsiru sure en Naziat, ajet 30. Për gjallërin tuaj dhe të bagetive tuaja, si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Të gjitha këto mirësi, Allahu i lartësuar i krijoi dhe i lehtësoi për njerëzit dhe kafshët. E tërë kjo do të thotë që ai i cili bëri gjithë këtë krijim madhështor dhe vendosi gjërat e domosdoshme për jetën e të, pa dyshim që do të ringjallte përgjegjshmit ligjërisht dhe do t'i marrë në llogari për veprat e tyre. Allahu i lartësuar do të shpërblej me drejtësi për çdo të mirë dhe të keqe që është punuar. Kush ka bërë mirë do të shpërblehet mirë, dhe kush ka bërë keq të mos fajsoj asnjë tjetër veç vetes. Për këtë arsye, pas gjithë këtyre shenjave, i madhruari flet për ditën e ringjalljes dhe të shpërblimit. Kur të arrijë vështirësia më e madhe. Kur të vi katastrofa e madhe, kur të vi kiameti i madh, të merri pa shembullt, para të cilit çdo gjë të duket e thjeshtë dhe e lehtë, atë ditë çdo prind do të shkujdeset dhe do të braktisë fëmijën e vet nga frika e madhe. Atë ditë buri do të braktisë gruan e vet dhe çdo i dashur do të largohet dhe do të harrojë të dashurinë e vet. Ajo është dita kur? Dita kur njeriu e kujton atë çka ka punuar. Atë ditë njeriu do të kujtojë se çfarë ka bërë. Atë ditë, njeriu do të kujtojë se çfarë ka bërë në dynja, në jetën e provës, në jetën ku njerëzit mbjellën atë që do të korin ditën e gjykimit. Atë ditë, ai do të shohë të mirat dhe të këqijat që ka kryer në dynja dhe do të dëshirojë tu kishte shtuar veprave të mira, qoftë edhe një thërmit e vogël, që t'i shërbente për këtë ditë të gjatë dhe të vështirë. Atë ditë, njeriu do të dëshirojë të ishte ruajtur nga të këqijat dhe të kishte bërë qoftë edhe një thërmi me pak nga të këqijat, që të mos i shtohet dënimi dhe trishtimi, atë ditë kur dëshpërimi i punëkqive do të jetë i papërshkrueshëm. Të gjithë do të binden atë ditë se lumturia apo dëshpërimi i robërve në përjetësi janë të lidhura ngushtë me veprat që kanë bërë në dynja, dhe i tregohet sktera çdo kujt që sheh. Xhehenemi do të shfaqet që është azi për atë që e sheh. Atë ditë, xhehenemi do të shfaqet hapur për të gjithë. Të gjithë do të shohin atë.
Ai mezi prede, me një zemërim të papërshkruar, është gati të glabëroj banorët e zjarit, që nuk u janë bindur Allahut dhe profetëve. Xhenemi pret vetëm urdhrin e Zotit të tij për të ndëshkuar dëmshëm ata që e meritojnë. Atëherë, ai që ka qenë kërcënues. Për sa i përket atij, që i ka kaluar kufit dhe i ka dhënë përparësi jetës së kësaj bote, ky është ai që i ka kaluar kufit, duke kryer poshtërsitë e mëdha dhe i ka dhënë përparësi jetës së dynjas, duke i përkushtuar plotësisht dhe totalisht asaj. Ai ja ka përkushtuar të gjithë kohën dhe mundin e tij arritjes dhe plotësimit të qëllimeve të kësaj jete dhe kënaqësive të saj. Ai nuk ka punuar as pak për jetën e përteme dhe e ka shpërfillur ftesën e Allahut dhe të profetëve të tij. Kështu, ai që ka këto cilësi, ai do të jetë banor i xhenemit dhe nuk do të ketë shpëtim prej tij. I lavduari thotë, dhe e ka preferuar dashme shumë jetën e kësaj bote. U tefsiru sure en Naziat, ajet 37. Pëte, me të vërtetë, vendbani më shkëtera. Xhenemi do të jetë vendi i tij. Xhenemi do të jetë vendqëndrimi i përhershëm i tij, ku do të kalojnë veç ndeshkim pas ndeshkimi, dëshpërim pas dëshpërimi. Ndërsa më pas, për të nxitur shpresën, Allahu i lartësuar na flet për të lumturit. Kurse, ai që i druan madhërisë së Zotit të tij dhe e frenon veten nga epshet. E sa për atë që i është druajtur daljes para Zotit e vet dhe e ka ndaluar veten prej lapmisë, këta fatun karakterizohen nga dy cilësi, 1. Ata i druan qëndrimit para Zotit të tyre për të dhënë llogari dhe për t'u shpërblyer me drejtësi për veprat e bëra. Nga dija e tyre e saktë dhe e sigurt ka ardhur frikë respekti ndaj Zotit. Për këtë shkak, ata plotësojnë edhe cilësinë e dytë, 2. Ata e ndalojnë veten nga dëshirat e shfrenuara dhe shkelja e kufive të Zotit. Dëshirat e shfrenuara e shtyn njeriu të shkelë kufijtë e Zotit dhe të mos zbatojë urdhrat e tij. Por këta të zgjedhurin e shtrojnë dëshirat e tyre për të ndjekur porositë e Allahut dhe të profetit e tij. Ata luftojnë me vetveten dhe nuk i bindën asaj për të shkelur urdhrat e tij. Për këta të lumtur është një premtim i mrekullueshëm. Me të vërtetë, vendbanimi i tij është xheneti. Xheneti do të jetë vendi i tij. Ata do të kenë si vendqendrim xhenetin e përjetshëm, pranë të gjithë vështirësimit bujar. Të pyesin ty për kiametin, kur do të ndodh? Të pyesin ty për kiametin, kur do të ndodh ai? Mohuesit e kësaj dite, ata të cilët nuk e besojnë ringjalljen dhe llogarinë me drejtësi para të drejtit të gjithditur, pyesin e fund mosbesimit dhe hapjes se kur do të jetë kjo ditë kaq e përfolur dhe e frikshme. Allahu i lartësuar u kthe një përgjigje shumë kuptimplot. Ka rëndësi për ty ta përmendesh atë? Po, ku je në gjendje ti, që tua tregosh atë? Çfarë dobje kanë ata dhe ti nga njohja e kohës së kiametit? Pikërisht ditë se kjo nuk sjell asnjë dobi për ta. Pikërisht se njohja e këtij momenti nuk ka asnjë lloj dobje fetare apo të kësaj jete, Allahu i lartësuar e ka fshehur atë dhe nuk i ka treguar askujt prej krijesave. Madje, më e dobishme është që ajo të mbetet e fshehtë dhe i vetmi që di për të është Allahu i madhruar, i gjithditur dhe i urtë. Vetëm Zoti ju di për te. Vetëm Zoti yt e ka dijen për të. Kjo është një dije e posaçme për Allahun e lartësuar, sikurse thot ai në një ajet tjetër, të pyesin ty rreth orës së kiametit, kur do të ndodh. Thuaj, atë di vetëm Zoti im. Askush veç ti nuk mund ta zbuloj kur do të ndodh. Kjo barë është shumë e rëndë për gjithçka në qiell dhe në tokë. Ajo ka për të ardhur veç se befas. Ata të pyesin ty, sikur ti të kishe zbuluar dijen rreth saj. Thuaj, për të di vetëm Allahu, por shumica e njerëzve nuk e din. El-Araf 187. Ti je vetëm paralajmëruesi atyre që i druajnë atij kiametit. Ti je vetëm paralajmëruesi atyre që i druan atij. Paralajmërimet e tua janë të vlefshme, dikusa dhe të dobishme vetëm për ata që i friksohen takimit me të madhruarin e plotpushteshëm. Vetëm ata që kanë frikën nga qëndrimi para të drejtit përpiqen sinqerisht dhe përgatiten për atë ditë, ndërsa ata të cilët nuk e besojnë si të vërtetë ringjalljen dhe llogarinë me drejtësi, ata nuk mendojnë fare për të. Kësaj, përgjigjja për pyetjet e tilla është krejt e kot për ta, sepse ata nuk pyesin për të mësuar, por thjesht për të mohuar dhe për të tallur. Allahu i lartësuar është shumë më i ditur dhe i urtë për të dhënë përgjigje këtyre të mjerëve, por të jenë të bindur ata se, ditën kur ta shohin qartazi atë që e mohojnë dhe e konsiderojnë të largët, do të dëshpërohen pa mas dhe do ta kuptojnë kocsinë e kësaj jete mashtruese, e cila ishte aq e shkurtër dhe e pavlefshme. Thot i lartësuari, kurse atë ditë që do ta shohin atë kiametin, atyre do të duket se kanë qëndruar në këtë botë, vetëm një mbrëmje apo një mëngjes të asaj mbrëmjeje. Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do të duket sikur nuk kanë jetuar më shumë se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Mirë për ta dhe për tregtinë e tyre aq të humbur dhe dëshpëruese.